Zemë zotin Frok Çupi, mirë se erdhe, faleminderit. Lajmi mirë që konfirmohet me zërave, skepticizmit, pikpyetjeve për çështje se ne s'kemi mbushur shumë detyrimet apo pesha që ne kemi në të dhënat tona përsa i përket NATO-s. Sigurisht që këto kanë qenë në fokus dhe ne do të përpiqemi t'i analizojmë edhe për faktin derisa të rregullim pak mikrofonin. Më duhet pak kohë. Por ajo që unë po them është që kemi konfirmimin që vitin që vjen do të zhvillohet këtu samiti i rëndësishëm. Tjetra që protesta që do të diskutojmë pa diskutim, është komentuar performanca e kryeministrit, ka marrë zë, kështu që unë do ta përfshi deri diku. Dhe mesazhet që po jepen nëpërmjet Arkëmortit 40 në protest, tani jemi korrekt dhe një herë mirë se erdhe. Faleminderit. Faleminderit juve. Lajmi mirë që vitin që vjen Shqipëria është vendi pritës i këtij samiti të rëndësishëm me gjithë liderët botror. Për nga vlera pozitive është një lajm të rënditës, është një lajm që të bën të mendohesh, por nuk ke as kohë të mendohesh për nga mënyra se si u realizu kjo gjë. Është një hap shumë i madh, jo hap, po një hop shumë i fuqishëm i Shqipërisë. Është një, po ta gjykosh për nga vlerat që ka, është që sot Shqipëria, domethënë që dje që ka mbaruar deri në samitin e ardhshëm, Shqipëria është qendra e NATO-s, që më thënë është headquarter i NATO-s. Është një garanci e madhe e Shqipërisë se jo vetëm kërkon nga bota siguri, garanci, demokraci, të drejta e tjera, por është një vend e cili tashmë është një vend e cili reflekton, transferon, dhuron vlera. Çështje gjeostrategjie, çështje e misisë kryeministrit ose marrëdhënieve, se s'po them misi, me Rute. Apo merita Edi Ramës e gjitha kjo, si erdhi këtu, sepse po të analizosh për shembull, Vjosa Osmani, Albin Kurti, ose lider nuk ishin, edhe pse nuk është pjesë e NATO-s, po janë ato ftesat që janë të rezervuara. Tani, ideja është të kuptojmë nëse këtu ka të bëj çështje gjeostrategjie për çështje të nxehta, që shifet i gjithë rajoni jonë, si do të analizojmë? Para të gjithash duhet jemi të sinqertë dhe duhet jemi të hapur, me mendje të hapur, që kjo është e gjitha kontribut dhe merite e Edi Ramës, dhe në kryeministrit Edi Ramës. Që do të thotë se po të mos ishte Edi Rama, ne s'do kishim sot as Bashkimi Evropian dhe as NATO. Po të mos ishte Edi Rama në krye të qeverisë, nuk do të kishim sot as madje as edhe lirinë e protestuesve për të protestuar në bulevard. Po të mos kishim kryeministër Edi Rama, nuk do të kishim siguri, këtë siguri që kemi për të ardhmen, nuk do të kishim këtë qytetar, këtë lloj qytetari. Dhe po të kthehemi tek NATO dhe tek, si thuash, privilegjet. Edi Rama në sytë e botës, që po shkruat ju me gjithë të element pozitiv? Kështu është Edi Rama? Me gjithë të element pozitiv në sytë e... Po, më vjen keq se unë nuk dua të flas për personat. Tani ka ardhur koha që Edi Rama nuk ndahet si person nga arritjet e Shqipërisë. Dhe realisht i kam të zorsh me fjalë. Por, po ju them që për Shqipërinë, siç është thënë, për Shqipërinë është një fat që Edi Rama do ta kishte një fat në një moment caktuar. Nëse do zvarritej pas viteve të 97-2000, siç ishte domethënë në monotoninë e vet Shqipëria, mund të kishim një humbje shumë të madhe të qytetarisë, mund të kishim humbje shumë të madhe të vlerave, mund të kishim edhe humbje, më lejoni t'u them, me këto që po ndodhin, mund të kishim dhe sulme nga fqinjët, mund të kishim dhe humbje të territoreve, mund të kishim dhe humbje të autoritetit Shqipërisë në botë. Ishte në momentin ardhja e Edi Ramës në krye të qeverisë, ishte në kohën kur Shqipëria, para Shqipërisë ishin shtruar shumë pikpyetje. Pikpyetjet ishin a mund të drejtojnë shtetë shqiptarët, gjë që shqiptarët e Kosovës po dëshmojnë se nuk mund ta bëjnë, të paktën të vitet e fundit. Pyetja ishte se a mund të dalin nga prapambetja shqiptarët, sepse ishim në një prapambetje totale, katastrofike.
reflekset e kësaj përpambetje ju i shikoni në momentet shumë simbolike, nuk pranohet Kanye West, nuk pranohet një koncert i madh i botës që bota e ëndërron ta ketë, shqiptarët, disa, jo të gjithë, sigurisht, ata shqiptarët e përpambetur të asaj periudhe, thonë, jo, na jepni ca para në përduar, na jepni t'i qemë të shtëpia. Nuk thonë kështu, ato thonë na plotso barnat, Po pra, kjo është e njëjta gjë. Kjo është e njëjta gjë. Do të thotë se të ndalemi këtu? Atëre, ti e kanë bërë thirrje për bojkot. Shiko, nuk mund të bëj thirrje pjesa ulët e shoqërisë për të bojkotuar pjesën e lartë të shoqërisë. Rilindës si ta më thoshin janë ngritur këmbët po i bien kokës. Nuk ndodh. Ju thash, qytetaria shqiptare është ndërtuar, thuj se është ndërtuar tani. Qytetaria shqiptare është në shtëpi, është në punë, është në kontribut, nuk është në rrugë. Dhe njerëzit mendojnë, jo njerëzit, po disa nga këta mendojnë se me që këta s'po flasin dhe s'po zvërshojnë bulevardit t'i fshin të tjerët në thonjza, do thotë s'janë, nuk ekzistojnë. Ekziston, qytetaria shqiptare ekziston dhe është një qytetari e ndërtuar dhe e formuar tashmë si një qytetari perëndimore. Edhe protestuesve kemi thënë që këtu janë qytetarët, janë protesta. E kemi gabim, sepse aty nuk janë qytetarët, aty janë anti-qytetarët. Nuk janë qytetarët. Ajo është një flusk krimi, ku është fshehur krimi, është fshehur, ju e pranuam, është fshehur vrasja, është fshehur tentativa për të vrasje, është fshehur islamizmi politik, është fshehur droga, shitet droga, ty e ditë që shiten në brenda në protest. Po, pa tjetër. Ska dalë policia me një njoftim për këta? Policia për çfarë? Ska dalë, kanë bërë një jetim për këta? Policia është për të ruajtur... Se policin po e akuzojnë vetëm që po intimidon njerëzit protestuesit. Po sikur policia të shkoj dhe praktikisht a janë arrestuar trafikante drogës. Ju se dini? Në protest. Po. Janë arrestuar dhe policia nuk është për të kryer përshtypjen se pak gjë duhet për një lloj demokracie që është krijuar një demokraci fasad, jo thjesht këtu, po kudo demokracia po bëhet si tolerancë edhe si një shkarravin, jo si një demokraci e ligjit. Ne kemi të bëjmë këtu me një policie e cila është korrekt sipas ligjit të stilit perëndimor evropian. E kontrollon krimin. Ju tha diçka pak më parë, kur renditët figurën e Edi Ramës me gjithë të mirat që i ka bërë këtij. Nuk i qova deri në fund, se praktikisht... Ka dhe më shumë, Po patjetër. Jo, ndale ke ta ndale tek protesta. Tani, kundër Edi Ramës, po protestojnë shqiptarët që janë të pakënaqur. Dakor, shqiptarët, jo, nuk po protestojnë shqiptarët. Janë të pakënaqur. Dakor, kundër Edi Ramës po protestojnë islamikët e islamizmit politik, protestojnë qytetarët dhe politikanët e Maqedonisë, i pat, e provuat që kjo protest është e shtyrë, e infiltruar, e paguar nga jashtë, e pat. Dalimin e deputetëve po thua? Po patjetër. Po ku ka ndodhur në çdo botës si ndalosh të mos vinë këtu? Deputetët që kryejnë krime dhe janë të dyshuar për krimin në një shtet nuk hyn dot në atë shtet. Ç'krime do bënin deputetët? Si krime do bëjnë deputetët? Ata kanë ardhur, shiko. Ti gjithë vish për protestë që bësh krim. Sigurisht nuk është shumë e vështirë ta mendosh këtë gjë kaq semplice. Është e tmerrshme. Sepse ju do të thoni që ka informacione. Sigurisht që ka informacione. Ata pa dyshim janë të angazhuar në krime kundër shtetit shqiptar, pa dyshim që mbajnë me vete, janë të dërguar të një islamizmi të skajshëm, që i është imponuar Maqedonisë Veriut të shqiptar, janë përfaqësues për mua, janë përfaqësues të një bote të largët terroriste, dhe janë njerëz që paguajnë, vinë për të paguar dhe për nxitur urrëtitjen. Ata janë vetëm 4, po janë 4.000 të tjerë. Janë 4.000 të tjerë, janë 400.000 të tjerë në Kosovë dhe në Maqedoni. E kuptoni domethënë të shesishat dhe unë tënë, për arsye se ata pas folkan shqip, e flasin shqipe të tmerrshme. Kjo do thotë të mos jesh adhetar, do thotë mos e duash vendin tënd, mos e duash shtëpinë tënde. E kuptoni ku ka rënë kjo histori? Domethënë, të vinë njerëzit që në kohën e Ibsenit, e që në letërsinë e famshme në prallën e njeriut, ujku gjithmonë lyen këmbën dhe manifestohet si kombëtar shqiptar, manifestohet si gjuhës shqiptare, manifestohet tani ajo që ndodhi sigurisht që do ndodhë me Kosovën, do ndodhë me Malezi, do ndodhë
me Iranin, do ndodhë me Palestinën, të cilët kanë futur, do ndodhë me Moskën, të cilët kanë futur këmbët e tyre këtu. Por, ajo që ndodhi aty, dëshmoj në këtë moment që kishin thënë se ka një lloj krize, dëshmoj se shteti funksionon dhe funksionon në mbrojtje të qytetarëve të vet. Po mbrohen qytetarë shtetasit shqiptar, ku jemi edhe ne. Kur ju, zoti Çupi, thoni që është Edi Rama, prandaj zhvillohet kjo protestë paqësore, çfarë doni thoni? Duhet të them këtë gjë. Duhet të them atë gjë që më vjen mirë ta citoj edhe një mikun tim që me të cilin flasim për arsye filozofike, politike e tjera. Është një gjë që ai brez i viteve 90, po e them ndoshta duke kuatuar atë, ai brez i viteve 90 me përpjekjet e veta që bëri, me diturinë dhe pa diturinë, dështoi. Nuk bëri dot demokraci. Nuk bëri dot Shqipëri të mirë derisa kemi këto 5-6 vitet e fundit. Dhe pra po citoj mikun tim që më tha, ne dështuam, ai ka qenë nga studentët e dhjetorit. Ne dështuam, po ama një gjë bëm. Ju dham lirin këtyre njerëzve që të protestojnë lirshëm në bulevard. Dhe këtë gjë inklud këtu është Edi Rama, se po t'ishin ata para rastit Edi Rama, do t'i vrisnin me snajpers në mes të bulevardit si që vranë. Po jo, po si? Si jo, më. U jetojmë. Prandaj po do të të pyes, ku kemi jetuar? Kemi jetuar në kohën që i kanë vrarë në mes të bulevardit. E dini këtë gjë ju? E dini që ka ndodhur 21 janar të vitit 2011? Do zbardha ajo se hetimet janë... Nuk është fjala për zbardhur, çfarë do të zbardhësh? Ti nxjerrësh nga varri, ti ngjallesh ata. Ata janë të vdekur. Janë të vrarë, janë dëshmorë të dheut. Ku mund të nxjerrësh? Kjo është historia që më thoni ju se çfarë është protesta. Çfarë i ka ndodhur dikujt në protestë? I ka ndodhur në gjë? Asgjë. Çfarë na ka ndodhur ne të gjithëve për shkak të protestës? Në ka ndodhur që po zhvillohet trafiku i armëve, po zhvillohet trafiku i drogës, po zhvillohet urrejtja, po zhvillohet dasia, po zhvillohet pislëku brenda asaj fluske. Dhe qytetarët e Shqipërisë, që thoni qytetarët e Tiranës, u larguan nga i pislëk. 10 veta ke sot. Nuk po zhvillohet tani, ata protestojnë për korrupsionin, nuk po zhvillohen tani, ata po protestojnë për korrupsionin, për keqeverisjen, për zaptimin e tokave, për mungesë shërbimi, për probleme me administratën, se nuk e di ka shumë që janë. Atëre, gjitha këto që thatë ju në rregull, po shkoja dhe thuaja dikujt në fjala në është zoti. Ta zëmë se Edi Rama, qeveria është zoti, edhe thotë, unë jam zoti. Tani më thoni mua që ka këtu. Edhe ju më i thamë, shiko, ujë në mëngjes nuk është i ngrohtë. Dal nga shtëpia dhe dikush i bie burisë atje. Pastaj shkoj te spitali dhe nuk është aq mirë. Pastaj shkoj tek për të bler ushqime dhe ajo që kashierja nuk ndodhej aty. Pastaj vete tek ku diun, tek korrupsioni. Njëri ka mendimin unë se është i korruptuar. Pastaj shkoj diku tjetër me ta dhe ka rruga, ka capluara dhe makina ime nuk mund të. Atëherë je zoti, si i zgjidh gjitha këto ti? Qa ju bën gjitha këtyre? Sa asgjë s'është e vërtetë, asgjë s'është e verifikueshme. Ore njeriu funksionon vetë, i vesh këpucët vetë apo do të vi qeveria t'ja vesh? Do të vi dikush tjetër. Se këto janë një grumbull, një thes, edhe gjithmonë në demokraci, ai ta lutem ta çoj deri në fund të idesë, është shumë shkurt. Në demokraci një nga rreziqet më të mëdha, historikisht, prej fillimit të demokracisë është thesi. Çfarë është thesi? Thesi me ligje, do me thënë, bëj ligjet thes dhe realisht ligjet të kthehen në tirani ligji, bëj thes me akuza dhe ato të kthehen të gjitha bën 0, bëj thes me paragjykime dhe ato të gjitha të bën kundër, dhe bëj thes me, si me thënë, me të ashtu quajtura të drejta, por që prekin të drejtën e tjetrit. Çdo me thënë kjo? Tani. Unë nuk di të them se çfarë do thotë të jesh zoti, por unë di të them që, dhe nuk doja ta përdorja këtë se nuk më rri, që të shkosh në onkologjik, se s'doja ta përdorja, ta thash dhe një herë, po përderisa vjen aty, unë do ta citoj, të përballesh me kancer, të kesh vdekjen tek dera, në rastin më të keq, se rastin më të mirë shkenca ka ecur dhe ti shpëton dhe kështu qofshin rastet, dhe të mos kesh mjekime, dhe të shesësh shtëpinë, për tikur në Itali, ku po një lloj edhe mund të vdesësh, po ti tenton, se kjo pasiguria këtu
të ka çuar deri në akte ekstreme. Pastaj edhe të vdesësh, të lesh edhe familjarët në borxhe, se janë raste që janë denoncuar dhe nuk po i fantazoj unë. Tani, nuk mundem ta marrë si një gjë që çojmë në mëngjes, raboria dhe unë u shqetësova. Kjo është jetike. Kjo është jetike. Dhe ka akuzave të tjera, që këta po stimulojnë shkollat, janë për publike këto, unë i kam me zë dhe me figurë, po në këtë vend ku jeni ulju, që nxisin shkollat private për të i patur në kontroll, nuk japin zë shkollave publike, sigurisht që nuk është në përgjithësi, unë këtu jetoj, unë besoj që po shkosh tek urgjenca e merr shërbimin, e besoj fort këtë. Besoj që ka mësues dhe shkolla jashtëzakonisht të mira, por ama nuk i çbëj dot këto me një të rënd klapsit. Duke çmuar shumë këtë që thoni, vërtet, po e nisim nga e fundit. Thash që nuk doja ta përdorja këtë. Dakor, këto janë të gjitha të vërtetat, po të vërtetat të hallakatura që si kanë këta që protestojnë dhe si kanë kush i ka, thot qeveria, 10 vit mi thot, po thot Edi Rama për ditë. Hajde flasim, bëjmë dialog. Një protest bëhet për të bëri dialog me studentët, çfarë rregulloi? Përveç se ç'bëri protesta. Fakti që studentët shkuan në shkollë dhe thanë rregull, kaq që kishim, do të thotë që rregull. Si është rregulluar nga kërkesat e tyre? Po s'mund ta themi ne. E thon ata prap. O ta se thonë sepse ata në shkollë. E thon. Ajo ka vdekur ajo histori. Tani të ngjallim historitë e vjetra për t'ia ngjitur këtyre me qeleshe. Puna është këtu që e gjithë jeta njerëzore ka plot probleme, deri dhe të shëndeti. Dhe pa dyshim që këto të vjen keq shumë për këto që thoni, nëse dikush vuan nga shëndeti. Ore, çfarë nuk përballon njeriu dhe në gjithë botën përballon sikletet të mëdha. Në të gjithë botën. Dhe shkojmë te onkologjiku që thoni, pse është zgjedhur onkologjiku? Sepse vërtet nuk ka barna. Fali? Nuk ka kimioterapi. Atje denoncohet për ditë që nuk ka kimioterapi. Unë nuk mund... A i di Ministria e Shëndetësisë, nëse do ta dinte, nuk mund t'ja bëjmë dot Ministrës së Shëndetësisë avokatin unë dhe ju këtu. Nuk ka dalë thotë asgjë për këtë. Nga gjithë këto ditë që janë protestat, nuk ka dalë të thotë se çfarë masa të kërkojnë ndjes dhe të thotë që po, ne kemi marrë këto masa. Po si mund të dalë se përderisa më thoni cili është me këtë problem, se unë nuk mund ta prek këtë gjë. Të lutem. Nëse shkojnë gazetarin ton atje, i kemi 10 qytetarë. Po gazetari prapë se prapë nuk është zoti, prapë se prapë nuk është zoti. Ne për fat keq ne kemi gazetarë tendenciozë, Mos ta bëjmë punën, të lëmë të vdesin. Ta bëjmë punën deri në maksimum, por ama në rastin konkret. Me të vërteta, shiko po na merren qafe pa vërtet. Këtu ka mashtrim. A mashtruan këta që deri në orën e fundit që u caktuan në Ankara që Shqipëria do jetë vend pris. Gjithë mediat nuk do jetë, se i ka thënë Trumpi, e dëgjuat, e lexuat atë. Trumpi i ka thënë njëjtit atje. Shiko, këtë Edi Rama nuk e duon se ka atletë të bardha, prandaj nuk do bë. Ore çfarë? Këtu është bërë, si thon në veri thon rren, mashtrim, gënjeshtër, pisllëk, është të mërshme të mashtroj njeriu, një njeri i zakonshëm të mashtroj, nuk tregohet me gisht në lagje. Ore këtu mashtrojnë ish kryeministri, ish presidenti, protestuesi, kryetari i opozitës, djalli me të birin. Këtu e para gjë protesta duhet të jetë kjo. Të mos besohet asgjë çfarë thuhet prej tyre. Mos reflektoj Rama mos reflektoj fare. Mos qetësohet për asgjë. Shiko, para të gjithave vumë refleksionet e Ramës. Para të gjithave vumë përgjegjësitë e Ramës. Para të gjithave vumë gatishmërinë e Ramës për t'i zgjidhur siç po zgjidh çështjet e mëdha. Mbi këto të diskutojmë çfarë bëhet në demokracinë e Athinës, në fillesat e saj. Një fajtor si këta, një njeri që vinte zjarr, ose një njeri që gënjente e mashtronte, dënohej, e di me çfarë dënohej? Nuk lejohej më t'i përmendej emri. Dhe sot, këta që mashtrojnë, media praktikisht, dhe publiku normal, qytetaria, duhet të kenë një detyrim të mos ua përmendin emri. Por ne jemi komunizëm. Po komunizmi ishte demokracia e Athinës lashtë? Jo. Po si? Ju e sot hoqet paralele, ne kemi kaluar në kurrizm, mos përmendim emra, gjyqje publike, mos t'i japim zë, jo do t'i japim edhe një qytetari që realisht nuk e zgjidhje. E keni gabim, nuk vlerësohet, nuk shmohet vesi, nuk ngrihet lart vesi, nuk ngrihet lart mashtrimi. Mashtrimin ta bësh kult, ta bësh mit. Po kush është mashtrimi?
Po deri tani tham një 1000 fakte. Që s'ka Barnak, është minimum, du të asiguroj vetë. Këta duhet t'ishin këtë diskutim. Ka apo s'ka Barnak. Këta nuk duhet t'ishin, është minimumi Barnat. Unë nuk them më sill... Ore, më duket sigur është fryrë një gjë kot, më duket sigur... Ore, në qëse s'ka, nuk jemi ne që e bëjmë këtë gjë, duhet veproj ligji, duhet veproj. Po patjetër. Në qoftë se ka, në qoftë se ka dhe mashtrohet në këtë është pikë shumë delikate, është shëndeti, është kanceri, është vdekja, është mortja. Dhe në qoftë se abuzohet me këtë gjë, kjo është kriminale. Po, dhe unë e di çfarë besoj zoti Shupi? Besoj që atë që u thash, ministra të dalit ta përgënjeshtroj dhe ne të kërkojmë ndjes publike nëse është kështu. Unë, po dhe ata që i kanë denoncuar, që pretendojnë që i kanë me fakte. Tjetra, të rregullohet diçka, të dalin, të nisin hetimet, nëse vërtet s'ka, dhe të funksionojnë të gjitha hallkat për ta xhbër këtë që mund të jetë ose morale, ose një gënjeshtër, ose kriminale, po ta xhbëjnë. Dhe këtu flitet me verba, këta nuk merren asnjë me gjëra që janë konkrete. Për dalë dhe për të gënjeshtruar për të thënë, po Aida në emisionin e datës Sky së bashku me zotin Çupi ka ka dëmtuar imazhin ose tjerë. Këta nuk e bëjnë këta. Dhe nëse do ta bënin, do të ishte mirë pritur. Di pse do të ishte mirë pritur? Sepse përpara se ta bënin e këtë gjyqin, do kishin shkuar dhe do t'i kishin thënë Osman Staf ose të tjerëve që janë atje, qytetarëve që me lot në sy rrinë për ato stolat, dhe sikur një tjetë ai. Duhet t'i japin përgjigje. Shiko tani, jo më thoni që për një njeri, ai njeriu të shkojë tërkos te dera e spitalit gjë, po ne po flasim për protestë masive, siç më thoni ju. Protestat masive kanë një moral. Protestat masive, po t'ishin masive, tani s'janë më masive. Protestat masive ka një moral që tundin këmbanat për një ose dy çështje, po për një. Nuk ka në botë protest qytetare, si thonë ta, që i fut gjithë thesin atje, edhe s'ke asgjë. Po ka një çështje. Le të marrë protestat, kishte marrë, ose se tani e degeneroi, po të kishte marrë pikërisht spitalin onkologjik. Se s'u ngritën për këtë, po. Se s'u ngritën për këtë. Ose për një çështje korrupsioni, për shembull që është fakt. Po çështje korrupsionin po e ndjek, dakord, po është shumë e vështirë për një protestë bëj çështjen e korrupsionit, sepse korrupsioni është një krim shumë i fshehur. Edhe duhet të jetë një prokurori e zonja, duhet të jetë gjykatë, ne kemi gjithë bota ka luftë. Vetmja epokë kur po luftohet korrupsioni në Shqipëri është kjo. Kur s'është luftuar? Kur? Por zbresim tek ajo ideja juaj që të ndiqet penalisht një gjë, siç më thoni ju, s'ka ilaçe të tjerë. Nga protesta ku ka, prandaj strategiku i thesit, ju thash që atje nga një thes të tërës, më të thoni prokurorinë e po të sjell bota, gjithë prokuroritë e botës, nëse do fillonin çështje penale. Për çfarë? Për ku çfarë? S'ka asgjë. Asgjë të vërtetë. Dhe një çështje penale, të pak të në referuar dhe një orive të mija, arsimimi i fillestar është arsimimi juridik, dhe nuk e kuptoj dot se si mund të filloj një çështje penale pa indicje, pa fakt, pa akuzë, pa një thash indicje, pa dikush që të bëj akuzë. Kush? Si? Çfarë? Atëherë të bëhet dikush nga ata të protestës që thanë se jemi kështu ashtu. Ke një rast, tërgoja në prokurori. Tërgoja, asnjë, as edhe një. Çfarë pam dje nga protesta? Bojkotoni Kanye West, një, që ne cekëm, po afrojnë të 40 këto datat që realisht për ne, për çdo shqiptar janë ka një ndjesi jo të mirë. Arkmortin e pam, se pam edhe Arkivolin Arkmortin që e pam si element. Tani këto e dëmtojnë disi protestën qytetare, se unë vazhdoj të besoj që aty po, një pjesë e mirë janë si pasojë e halleve të qytetarëve. Ta na nuk dëmtojnë protestën, se protestën nuk e do njeri as se sheh njeri më me sy të mirë. Na degradojnë ne, sa njerëz të ardhur nga nowhere, njerëz të ardhur nga humnera, njerëz të ardhur nga zgiqet, njerëz të ardhur nga shpellat, vinë edhe bëjnë ndotje të tillë në bulevardin e Tiranës, nuk është bërë kurrë. Kjo është një ndotje morale, kjo është një ndotje psikologjike, kjo është një ndotje zanore. Mendo të thuash mes të kërkosh varjen e kryeministrit dhe 40-at, hedhjen nga këta janë krijesat të tmerrshme, të krijojnë idenë se ose këta njerëz
kanë ardhur dhe nga një gjë që s'merret vesh si çfarë i ka lindur. I ka lindur se nëna s'mund të ketë lindur, sinqerisht. E dyta, nga spital, ato është zëri i gjithë protestës, a duhet të ketë protesta. Sa kohë që duhet të ketë protesta është pronë e tij. Sa kohë që mbaron ky emision i ynë, dhe ky emision është pronë e MCN-s, do të thotë që çdo më thënë ajo histori. Dhe të bësh këtë do të thotë ose nuk je plotësuar si njeri në kohën kur ke lindur, do të thotë që ose je i nxitur dhe s'di se ç'bën nga ato që tashmë doli se nxitet nga jashtë, do të thotë se ose është i droguar, patjetër është i droguar sepse aty shitet drogë në protestë, dhe do të thotë se në gjitha rrethanat është një makabritet që duhet hedhur poshtë dhe që nuk duhet pranuar. Unë nuk e kujtoj dot më. E dëgjoj dhe nuk e kujtoj. Mendoni që atje sjellin dhe fëmijë. Sjellin fëmijë për të parë se si shitet drogë, sjellin fëmijë për të parë se ç'është e 40-s, se ç'është si do varet kryeministri, sjellin fëmijë. Prandaj u thash se asnjë prind nuk e bën këtë. Prandaj thash që është individ dhe nuk janë qytetarët, se asnjë nën s'e bën këtë. Për cilat nëna po thua? Ishte një gjyshe atje, ishte një gjyshe. Ajo gjyshja shiste dhe blinte organe fëmijësh në Londër. Ishte dënuar me, keq trajtonte fëmijët, quhej gjyshe, nëse i keni lajmet. Ishte në protestë. Quhej gjyshe dhe kjo ishte dënuar në Londër për keq trajtim të fëmijëve dhe këto që ju thash. Kishte dal nga burgu, kishte ardhur këtu dhe ndërtonte fëmijët këtu në bulevard. Kjo kujdesej për këta fëmijë. Dhe bënte fjalime për fëmijë. Bëhemi pak, si thuash, në sensin gazetaresk, letrar, romantesk, bëhemi pak hetus të asaj gjëje, ta shikojmë detaj. Është një makabritet. Ta shikojmë fije për fije, në është mbushur mendja dhe njerëzit i shikoj. Mbushur mendja protesta, sikur protesta është hyniu. Protesta është një akt i fundit në rrugën e demokracisë, kur je i pakënaqur dhe thuare dikë vret kpuca. Edhe të vinë të tjerë të t'japin një palë kpusti. Por çdo me thënë protestë. Protestë do me thënë aq më shumë kur fsheh krimin brenda. Është fshehur një krim shumë i madh brenda asaj proteste. Dhe është një krim kundër kombit dhe është një krim kundër. Atëherë na kanë dështuar institucionet që se kanë ndaluar këtë. Nuk kanë dështuar. Institucionet në kohën kur dështon protesta, një sidomos kur sajohen kështu, do thotë se institucionet janë normale. Domethënë s'ka vend për protestë. Jo, nëse ne na erdhi gjithë grupet kriminale këtu. Na jo të erdhi gjitha, Irani. Ata që duhesh. Dhe bën këtë gjën kaq Se ju e neglizhoni këtë gjë? Unë dua të besoj, me që pyesni, që institucionet tona, policia, shish, të gjitha, janë në lartësinë e duhur dhe nëse do të ishte kështu, do ta kishin ndaluar. Në rregull, ja e ndaluan në Maqedoni. Ja ndaluan atë iranianën tjetër atë gruan. Po bëjnë sa tipa që kanë zënë për pëdion. Po bëjnë namin, domethënë po na lajojnë shqiptarët, po na lajojnë një grua për të hyrë në Shqipëri. Kjo është jo vetëm naivitet, kjo është maskarallëk. Të hypësh në kurriz të vendit tënd, të kombit tënd, të popullit tënd, dhe të fateve tua, për arsye mizerabiliteti, për arsye 2 lekëve të prishur, dhe të shërbesh frymës së tjetrit që do të rrënojë vendin tënd, kjo është e tmerrshme. Kemi ardhur në këtë pikë. Dhe pikërisht në këtë moment, Tirana u kthye në qendër të NATO-s. Tirana u kthye në mbrojtëse të qytetarëve të Shqipërisë dhe të qytetarëve të botës, të perëndimit, të antarëve të vetë. Tirana u kthye, domethënë me NATO-n, si thua, u kthye në një garanci se kjo histori banale, vulgare, armiqësore, poshtërsi, është një gjë që po i ndodh perëndimit, po sulmohemi në radhën e perëndimit, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Po vihemi, shiko, vendosja e NATO-s në Tiranë për samitin e ardhshëm. Është një mbrojtje e perëndimit nga lindja e mesme dhe lindja e lagërshme, të cilat po tentojnë ta shkatrojnë Europën. Kaq është e vërtetë. Si? Kjo është histori e përjetshme. Tani është akoma me rënd, sepse ju e dini që ka disa shtete që po sulmojnë Europën. Ju e dini se Iran, Rusi. Tani, Iranin mos dhe nuk e them unë, po citoj analizën
për faktin që si kemi këtu, si zëra, unë po i citoj. Mos po ja faturojmë dështimet dhe hallet e brendshme me keq qeverisjen, me shqetësimet e qytetarëve Iranit. Kemi ngritur në kushtet në cilat jemi një Iran që sigurisht në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara aleatët kemi pjesën që kundërshton të regjimet e tjerë që janë meku këtu, që edhe kanë pas një lloj koste kemi analizuar, një partneritet theksuar me izraelitët, ndërkohë s'kemi parë asgjë konkrete për atë se çfarë mund të kenë shkaktuar Shqipërisë deri më tani. Këto janë argumenta që vinë. Atëherë, nga fjala e fundit, çfarë kanë shkaktuar Shqipërisë? Kanë sulmuar 3 herë në mënyrë barbare të dhënat tona që janë sot nuk sulmohet më si Kështjella e Skënderbeut në Krujë. Ne na sulmoi Akshi. Çuna tanë, shqiptarët tanë, çfarë s'kan bërë me dosjen e prokurorisë? Mos e banalizo. Patjetër që si. Ne na sulmoi Irani, na sulmoi Keqas dhe shpëtuam për shkak të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit. Aleati ju në Izrael u shfaq atëherë dhe na nxori nga gropa ku na futi Irani. Të jemi serioz me fatet e këtij vendi dhe këtij populli që na dëgjon. Kjo është e vërtet një. E dyta, i vetmi shtet që ne më në fund është ndërtuar në armiqësi, siç ndërtohet pasi ndërpret marrëdhëniet diplomatike me dikë, është Irani. I vetmi shtet që sulmon Shqipërinë për arsye të mekut, që thonë ju, për arsye të opozitarëve të vet, është Irani. I vetmi shtet i konsideruar nga Shqipëria me rezolutë të Parlamentit shqiptar si shtet që sponsorizon terrorizmin dhe është vetë terrorist, është Irani. Tani çfarë duhet më shumë për të qenë kjo që ndodhet? E para. E dyta, kur kryeministri, aq më shumë Edi Rama që është shumë i kursyer në definicione, thot që ne na vjen rreziku dhe po sulmohemi nga Irani, jemi në luftë hibride me Iranin. Njëherë para, çdo qytetar është detyruar t'i gatitu sinjalet që jep kryetari i shtetit. E dyta, nuk mund të flasë dhe nuk ka folur kurrë pa një agriment, pa një vërtetësi totale që është i miratuar në kryeqytetet e 2 aleancave tona. Do me thënë, Washington, Bruxelles, nuk mund të thuaj kjo. E treta, nëse Edi Rama ta zënë, do thoshte këto gjëra kaq absurde po në ajër, Shqipëria nuk do të ishte bërë qendra e NATO-s për samitin e ardhshëm. Mendojmë njëherë se qendrat e kryeqytetet e Perëndimit nuk funksionojnë me budallëk, nuk funksionojnë me naivitet, nuk funksionojnë me tafti-bafti. Ato funksionojnë ndryshe do ishte shembull bota. Ne tashmë jemi pjesë të tyre dhe e meritojmë këtë sulm që na bën Irani dhe na bëjnë këta rondokopët, për arsye se jemi pjesë e Perëndimit dhe sulmohemi si pjesë e Perëndimit dhe konsolidohemi si pjesë e Perëndimit. Kjo është e tëra. Unë po të falenderoj që më bashkove. Sot do t'jemi sërish në ditët në vijim për të analizuar ndoshta edhe zhvillime të tjera. Ndam një mendim si unë që jemi në një muaj të nxehtë me temperatura dhe me zhvillime, si pozitive, ashtu edhe... Me temperatura, sigurisht, me të vërtet, Aida të falenderoj për këtë pyetje. Temperaturat janë ashtu siç janë, por ishim në një temperaturë të nxehtë, se s'po kuptonim, a ishte qytetare apo antiqytetare një lëvizje në blok, në shesh. Dhe do donim që t'ishte qytetare, do ishte një mrekulli të ishte qytetare vërtet. Po doli që ishte një flus ku fshihen shumë gjëra të dëmshme të këqija të ndotura kundër vendit tonë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Faleminderit do ishte ndoqët nesër si zakonisht jemi në orën 10.